E patjetër që çiftet nuk mungojnë në Big Brother. Ndoshta edhe nëse nuk pëlqejnë, edhe nëse nuk duhen, prap krijohen si çift edhe për faktin që çiftet në Big Brother ecin lojë. Kjo pasi krijojnë disa fansa edhe pastaj fansat lidhen me ta emocionalisht edhe i votojnë që me qëndru ma gjatë në Big. Por unë mendoj që për shembull e kemi çiftin e parë, Edin edhe Dolçën, ku nuk u bë asnjë javë edhe fillun me pas një romanticitet kështu po them, edhe ku po vrejën ashiqare që jam falso kështu, por për mendimin tem, unë mendoj që ata ndoshta edhe e kanë lënë jashtë me bë këtë gjë, ku me ditë janë taku edhe e kanë lënë që me u bë kaq shpejt çift sepse për ndryshe s'ka mundësi. Unë mendoj që pjesa ose avantazhi që me thonë nëse je çift Big është që ki mu sulmu shumë lehtë. Pra kime pas shumë sulme, kime mujt me zhvillu debate, pasi banorët e tjerë kur e shohin që u kriju një çift, e shohin që munden me qenë të fortë edhe ju pengon tjerëve në lojë edhe fillojnë me i sulmu kështu edhe mundna me thonë që krijojnë ndoshta debate dhe dalin praj ma shpesh se tjerë. Kjo është avantazhi, por për pjesën tjetër mendoj që si për shembull tek Edi edhe Dolçe mendoj që nuk po pëlqejnë edhe shumë nga publiku, pasi vetëm për një javë edhe publiku nuk është që e mendon që janë real, por shumë çifte kanë shkuar edhe deri në finale. Po ndalemi jo më larg se edicioni i kaluar ku Sara me Drilonin kanë shkuar në finale, edhe pse nuk kanë qenë çift, por fansat edhe fandom që ata e kanë kriju, i kanë dërgu ata edhe kanë dashur që edhe Sara me qenë me Drilonin në finale dhe ja kanë arritur këtë gjë. Kështu që nuk e dija po mundohet Edi me bën ndoshta lojën si Drilonit, po kjo vlen me pa në vazhdim. Një thashë them tjetër që ka qenë është se Edi mund të ketë lidhje jashtë shtëpisë. Nuk e di se sa është edhe e vërtet, është një thashë them që ka qarkullu kështu, por pritet me pa në vazhdim.